Mëngjesi, jena të nisë në fabrik, e mora do sene, do halete për fabrike për me montu disa numra, gjëra që përdofke për ambalazh. Hajde komentojna pak punën e djeshit të mbrëmje të Big Brother VIP Kosova. Ju e dini që besoj që shumica e ka këshyrë dje, për më na interesu kush po jenë, a ka me kon interesant ajo. Mendoj që, si që thash edhe në të shtaq, karakteret shumë të ndryshëm, ngjyra, besoj që ka me pot shumë zhurum, por nuk e di se ka me kon interesant. Po, faleminderit që ma keni qu Hygerto Sakon qindra mira herë. Do thot për që gjuli dyshi ko ka kjo, po e vërtet se edhe kur kam për Miss Kosova 2010 këtë ka thonë kopja Hygertës. Hygerta është dikon 10 vjet, 12 vjet para meje. Edhe unë si e vogël e kum adhuru Hygertën, sepse unë e kam përcjell Miss Albania kur ka u zgjedh kjo. Ka shumë banor interesant, Linda për momentin është my favorite. Edhe ja kam dëgju disa debate që është kogja e përgatitur mentalisht, emocionalisht, e ka përball jeta me shumë sfida, probleme. Unë mendoj që njerëzit që përballen shumë në jetën e tyre, edhe një moshë normal me moshë këto gjëra, koqa me tregu. Edhe unë pëlqej që ishte mosha ju 20 vjeç mesatorja, po ishte 35 vjet që unë pëlqej shumë. E këta djemt bukurosha, do thot ju e din që mendoj për jetin, e kun komentu dhe vjet, për komentoj hitë si vjet. A Italis ke shumë i mirë, energjinë po të tepër të mirë, nështë nuk është ma i meshmi në botë, se 27 vjet i ka, edhe pse nuk lidhet me vjet, po me eksperiencën e jetës, po më pëlqej shumë energjia atina dhe gatishmëria atina mja qeldere njerëzve, me doli pari mi prit, adin e vreta që i kesh dhe tradita, që e gjeta vetën të aj, kurse ajo e Bullgaris, OnlyFans, unë mendoj që e ka gjuhën barriera, ajo nuk mundet një debat mirë fill pe as dhe një gjë me startu edhe me përfundu. Kështu që ajo është nashta veç sa për shikueshmëri me shkojve me kështu Big Brotherin dhe kaq. S'ka qysh me tregu ajo eksperiencë qa OnlyFansit edhe qysh mu duk seksi e bukur me shi trupin e vet. Edhe pse unë nuk du me kom paragjykuse, por ajo nuk mundet me debatu sepse nuk e ka gjuhën që mundet me debatu. E dyta, unë pëlqej shumë dolce. Oh my gosh, sa femen e bukur. Unë pëlqej shumë finja, elegancia sojna. Kështu që, ka. Edhe gjithashtu unë mendoj që ka i herë me kone lezetshme, fine, e respektuar, me vlerat traditat familjes, ndoshta është edhe bonus. Unë pëlqej shumë do karaktere, kështu që. Kurse për opinionistet, Ojta me në fund e pas ka morë vetën, ko ka shliru në kultukun e opinionistës, nështë si vjet jarrok ma shumë se sa vitin e kalu, so vrejke që nuk e ka shiku Big Brotherin në shumë detaje kër e folke një punë. Si pas mendimit tanë prap, Leonorën e kena të shpirt lushk, po se di, a kam ja dola ajo si opinioniste. Kam frikë që ajo ka me lonë rrugën gjysë, sepse mendoj që Leonora ka një karrierë shumë e sukseshme edhe nuk e prish karrierën e vetë me një gjë që kur të vrenë që nuk është për këtë punë, edhe nështë është, por nuk besoj që është si opinioniste, sepse nuk është e gatshme mu përballë me, si që tash edhe në të shtaq, me qindra mira fonca të një personi që janë afektu me qatë individ që ajo me dollë kundra tyre dhe me shoha tonë, së mësu e Leonora mu shohë. Kurse këta që jenë hy për mu rikthyn në skenë, ju lumt, po keni kujdes, se muni me pësu edhe ma keq, se sa që i një kom prese me himrena, do thot, arditi mentore, kush tjetër ke qenë që mu rikthyn skenë, po të në shumë, unë jam shumë fanë se mentore Hazirit, jam shumë fanë se ardit Stefaj që kopi jam shumë fanë se e këtynve dymiteve, artisteve, që kanë një zë super të mirë dhe që janë highly educated, por Big Brotherit din me konë shumë pamisheshëm, kështu që shpresoj që i kanë motë pulsin e vetë vetës, me ditë se a kanë mja dola ju, dhe gjëja me rëndësishme nuk është vetëm me him Big Brother, po me bo diqka atje, me koni zhënë shumë, me koni çdo debat, me koni çdo mëngjes deri në darkë, me pot full energy, me bo diqka, jo me flajt, se njona ja boni ta, vllai i madh kam dëshirë që
njona ja boni tha vllai ma kam një dëshirë që me mla me flajt ditët. Da, how fucking stupid can you be? Teatri do të me konë full energy, full ndom të rëfime, në salon, kuzhin, do të 4 vesh, 4 sy do të mi pot ti për me mbije tu ato. Like, nuk e di, për mua u konë shumë e qëdeshme që kja disa, sikur mbus me po kur Big Brothering njerëzve që kanë hymë mrena. Ti do me konë eksperte, si pas teje, me këshyr maksimalisht, edicione tjera që ti me konë e pregadine në edicion ku kime hiti. Ka herë po mendoj që sikur që njerëz nuk e bojnë research, home research. Nejse, ta shumë që pëndodhë, mos jam shumë kritikës, por pres shumë, shpresoj që mos më zhgënjy, vjetë ka qenë edicioni ma i keq që kam po na i herë, edhe se kam këshyr krejt, se s'kishe qa me këshyr, por